Zgjidhjen që nuk e gjetën bashk, do e kërkojnë veç e veç. Liderët partijak një nga një do të jenë mysafir të presidentës Vjosa Osmani nga e mërkura për të tentuar që të mirën vesh që ta konstituojnë kuvendin. Në tavolin nuk do të mungoj kreu i PDK-s anise me pak shpresë që kjo iniciativë do ta bëjë qarën nëse partia e parë nuk e ndron qëndrimin. Shoh pozitiv në kuptimin e angazhimit, por nuk di çka të them për mundësinë e rezultatit, sepse në fundit blokada është prodhimi i kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje. Në rendin e vet do të shkojë edhe partia e Albin Kurtit që kundërshtarët politik mbase do i mbledh sërish si Nikoqir. Nuk përjashtojmë asnjëherë që të ketë takime që ftohen edhe nga kryetari Kurti, duke qenë që edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese obligon partinë e parë që të thras takime dhe me qëllim të konstituimit të kuvendit